Sot kom ju tregu një histori obsesioni që qaj deri në vrasje. Grant Amaro, një 29 vjeçar nga Florida, u bë i njohur për një ngjarje tragjike që shokoi opinionin publik në janar të vitit 2019. Një histori që lidhet me një obsesion të çmendur për një modele nga interneti dhe vrasjen e 3 anëtarëve të familjes së tij. Po kthehemi në vitin 2018 dhe te obsesioni i rrezikshëm i Grant. Grant fillimisht punonte në një spital si teknik dhe ai pritonte me u marrë me pacientat dhe filloi t'ju japte hapa xhumit që të mos të bezdeshin. Pastaj kjo dal në shesh, arrestohet, shton dyqysh, por mbyllet në veti edhe në shtëpi. Nëse pas dështimeve profesionale dhe personale ai u tërhoq gjithnjë e më shumë në botën e internetit. Në vitin 2018 ai filloi të komunikonte me një modele nga Bullgaria përmes një faqe me përmbajtje të rriturve, duke shpenzuar mbi $200,000 për të biseduar dhe dërguar dhurata virtuale. Ai krijoi një marrëdhënie obsesive. Shumicën e parave i kishte vjedhur nga familja e tij, e cila shkaktoi përplasje të forta me ta. Çka ndodhi mandej? Grant filloi të villte parët nga familja, fillimisht prej tezës vet, pastaj prej vllat vet, prej nanës dhe prej babait. Kjo dalën shesh edhe familja vendos me çu këto në rehabilitim. Kjo shkon në rehabilitim, pastaj thot jam mirë, i bindet edhe këta rehabilitimit që është mirë dhe dal. A merr gjithçka fund? Nuk merr. Ky fillon prap edhe më shumë të vjedh pare, të hinë llogaritë edhe nana vet e vren këto edhe fillon me qërtu. Edhe këti i kërset edhe çka bën e vran nanën, e vran babin. Edhe merr telefonin edhe i shkruan vllat vet, i thot hajde urgjent në shtëpi se po më duhesh. Vjen edhe vlla në shtëpi, trat e vran edhe vllan. Do të thonë për plot 3 vrasje ky realizon për një natë. Këto vrasje të rëndite i realizoi me 24 janar të vitit 2019. Babai ishte 59 vjeçar, nëna 61 vjeçare dhe vlla 31 vjeç. Shkaku kryesor i vrasjeve dyshohet ishte refuzimi i familjes për të financuar obsesionin e tij, i cili e çoi në vdekje. Grant u dënua me burgim të përjetshëm. Po më intereson çfarë mendimi keni ju për internetin në ditët e sotme. Sa është i rrezikshëm për ju dhe rrethin tuaj?